Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ujorit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është hetuesi. Hetuesi përfaqëson atë pjesë të mendjes që nuk kënaqet me përgjigje si përfaqësore. Dhe është tipik ujori apo jo? Ti po hyn në një fazë të dashur ujor ku ndoshta nuk po e pranon më ashtu siç është, por po ndjen që diçka nuk po përputhet, nuk është e pastër ose po të gënjen me dashamirësi. Ke letër të fton të vështrosh me sy kritik, por jo me zemër të ngurtë, të heqësh perdet që ke vendosur për të mos parë diçka në thelb që e di. Të pyesesh me ndershmëri, çfarë nuk po dua apo çfarë nuk po shoh, apo nuk dua të shoh, çfarë po justifikoj, kujt i besoj verbërisht, edhe pse diçka nuk më bind. Por kjo nuk vlen vetëm për të tjerët, vlen sidomos për veten, sepse ndonjëherë jemi ne që justifikojmë veten, e shesim një iluzion si realitet ose shtym të vërtetën sepse dhimbja e saj është shumë e madhe. Kjo letër e hetuesit është gjithashtu një simbol i fuqisë së heshtjes të dashur ujor, që vëren gjithçka. Mos e nënvlerëso veten. Ti e di çfarë ndjen. Tani është koha për të shtruar pyetje të vërteta, jo për të marrë përgjigje të shpejta, po për të liruar veten nga ky vetë mashtrim. E vërteta nuk të dëmton, të çliron. Mos e mbro më atë që është e gabuar. Pyet, kërko, zbulo dhe ndero përgjigjen, sado e pakëndshme që mund të jetë. Është koha e të vërtetës, të dashur ujor.